Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat bashkë me Izraelin ndërmorën me 28 shkurt sulmin ndaj Iranit, tashmë mbas 18 ditësh kërkojnë që ta zgjerojnë atë që quhet, po them, koalicioni dyfisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës Izrael me vende të tjera, veçanërisht kryesisht duke synuar vendet anëtare të NATO-s, pavarësisht shpesës dhe rolit që ato kanë brenda aleancës, në këtë rastin konkret siç është Shqipëria, duke pasur parasysh dhe rolin edhe marrëdhënie strategjike që ka Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që shpeshherë nuk ka bërë fjalën dysh, si thonë, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë iniciativa të cilat shpesh nuk kanë gjetur dhe miratimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kujtoj këtu rastin e ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, në atë kohë ka mbetur, si thua, shumë e famshme një shkrim nga ish-kryeministri atëhershëm Fatos Nano në revistën Boston Globe, i cili i kërkonte vendeve europiane, kryesisht Gjermani, Francës dhe vendeve të tjera, që ashtu si ushtarët amerikanë zbarkuan në Normandi për të shliruar nga regjimi nazist dhe nga pushtimi nazist, tashmë dhe ata duhet t'ja riktheni me të njëjtën mirënjohje Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 2003 dhe ne tashmë e dimë që ajo periudhë, pra ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran në 2003 u prit me kundërshti shumë të mëdha, dhe nga opinioni publik dhe nga vende të veçanta, pavarësisht krijimit nga ana e presidentit atëhershëm Bush të një koalicioni të vullnetmirëve, nga cilët Shqipëria ishte ndër parat që bashkëngjit, nuk po flas pastaj për përdorimin për arsye politike të këtyre aleancave që krijohen nga politikanët shqiptar, por ky është realitet. Dhe nuk besoj që Shqipëria bën diçka. Absolutisht, po doja të theksoj që nuk po bëjmë diçka të ndryshme nga ajo që kemi bërë më përpara. Thjesht konflikti është ndryshe. Jo, thjesht asgjë, thjesht ka ndryshuar një gërm. Nga K-ja është N, dhe jemi për të njëjtën logjik. Megjithatë, ishte veprimi i duhur, mund themi, kjo qasje e Shqipërisë në raport me Iranin? Thjesht Shqipëria gjithmonë reagon më shpejt kur bëhet fjalë për marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkundrejt vendeve tjera, pra e kam theksuar edhe herë tjetër këtu në studio, në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria nuk ka dilema, dhe kjo ndoshta e dallon nga vendet e tjera, por amerikanizmi jonë dhe i Kosovës renditet në çdo klasifikim dhe në çdo anketim ndërkombëtar të vendet më pro-amerikane, jo thjesht në rajon, po edhe në krahasim me vendet tjera, dhe kjo ka të bëjë me traditën e marrëdhënieve dhe me njohjen që i kushton Shqipëria Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përmbysjen e regjimit komunist dhe mbështetjen që ka dhënë procesit të konsolidimit demokracisë, anëtarësimit NATO-s dhe sigurisë.